Krijimtaria e Preç Zogajt u rikthye në qytetin e Lezhës përmes një mbrëmje artistike që solli para publikut një përzgjedhje poezish të shkruara gjatë 4 dekadave, nga viti 1984 deri në vitin 2024. Vargjet e poetit u interpretuan nga 3 emra të njohur të skenës shqiptare: Yll Kamuja, Luiza Gjuvani dhe Elia Zaharia, të cilat përcollën emocione, kujtime dhe reflektime të mbartura në krijimtarinë e Zogajt. Mbrëmja u pasurua edhe me këngë të krijuara mbi tekstet poetike të autorit, të interpretuara ndër vite nga Frederik Ndoci dhe tashmë pjesë e fondit të njohur muzikor shqiptar. Interpretimet muzikore i dhanë aktivitetit një dimension të veçantë artistik, duke ndërthurur poezinë me muzikën. Mes duartrupitjeve të vazhdueshme, emocionet më të pranishmit i ndau edhe vet poeti. Preç Zogaj u shpreh se rikthimi i poezisë së tij përmes zërave të aktorëve të njohur dhe përballë publikut lezhjan ishte një përjetim i veçantë, që e bëri këtë mbrëmje ndryshe nga të tjerat. Jam shumë i impresionuar nga vëmendja juaj. Unë e di se poezia është një lloj arti që kërkon shumë përqendrim. Nuk është si muzika që shijon por bën të gjëra të tjera dhe flet. Dhe duke dëgjuar aktorët e shquara, mendoja gjithnjë për juve që dëgjoni në heshtje. Dhe ky është çmimi më i lartë që ka marrë poezia ime në Lezhë, dhe edhe çmimi më i lartë që mund të marrë poezia, kur dëgjohet me kaq respekt. Lezhë më ka futur borxh disa herë, që është vërteta si krijues, po edhe në role tjera që ka marrë në këtë qytet, edhe si deputet i qytetit Lezhës 2 herë, edhe sonte, por shpresoj se t'ju keni kthyer edhe juve me një mbrëmje të bukur. Shpresoj dhe dëshiroj që keni kaluar një mbrëmje të paharruar. Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pierin Ndreu, vlerësoi figurën dhe kontributin e Preç Zogajt në kulturën shqiptare. Ndërsa këngëtari Frederik Ndoci theksoi se poezia Zogajt ka qenë një burim i rëndësishëm frymëzimi në krijimtarinë e tij muzikore, duke sjellë këngë që vazhdojnë të dëgjohen dhe të vlerësohen edhe sot. Shumë faleminderit Preç që përfaqëson qytetin e Lezhës. Na nderon duke qenë një ndër penat më dinjitoze shqiptare, por edhe më gjerë, dhe për ne është një kënaqëri. Dhe edhe prezenca e kësaj sallë tregon se ju jeni një njeri tashmë i rëndësishëm për jetën publike të Shqipërisë, po dhe të Lezhës, sepse nga këtu ke shkuar në Tiranë dhe poezitë tua, veprat ato që ke shkruar kanë kaluar shumë kufit edhe Shqipërisë. Më harroj ditën e parë kur kam lexuar poezinë sytë tu. Dhe moni ashtë të bukur dhe një gjë për e muzikin, ndohër ato tjeri i Zotit me përjetësu të kanë. Për kalu shumë jetë, shumë dekada, shumë dekada, dhe kanë që në pra e freskë. Në sallën e mbushur me art dashës, publiku ndoqi me vëmendje çdo interpretim, duke shndërruar mbrëmjen në një dialog të veçantë mes poetit, aktorëve dhe lexuesve të tij. Ne ja adhurojmë poetin.